Fjala sot. Ngrihuni. Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë seri programesh nga pastorët Paul dhe Doug Schroeder, nga shërbesa Fjala sot. Dhe fjala për sot është ngrihuni. Nëse njerëzit luftojnë për një kauzë të caktuar, ata organizojnë demonstrata dhe mitingje ku shpalosin mendimet e tyre dhe ngren zërin për atë që besojnë. Dhe mendoj se ne, në vendin tonë, e kuptojmë më mirë se kushdo tjetër këtë gjë, sepse kemi parë shumë mitingje, qofshin politike apo sociale. E njëjta gjë ndodh edhe për çështjen e besimit. Në programin tonë të sotëm do të shohim se si tani është koha kur të gjithë ata që e konsiderojnë veten bijtë Perëndis duhet të mblidhen së bashku dhe të ngrihen e të qëndrojnë për atë që besojnë. Besimi ynë tek Jezus Krishti nuk është një çështje për të cilën duhet të fshihemi dhe të heshtim. Siç na thuhet në fjalën e Perëndis në Bibël, ne jemi një dritë që duhet të vendoset mbi shandan dhe jo të fshihet. Ne duhet të jemi një dritë e fortë që depërton në errësirën e botës. Ka shumë gjëra që janë duke ndodhur në botë, të cilat kërkojnë që njerëzit të mbajnë qëndrim dhe të bëjnë që zëri i tyre të dëgjohet. Ma merr mendja se ka shumë që po e dëgjojnë këtë program që i përkasin fushës së besimit. Dhe unë thjesht dua t'u them një fjalë miqve të mi të besimit, atyre që janë caktuar në shërbes, qofshin ungjilltar, pastor apo misionar. Mos mendoni se është një lloj qortimi, por thjesht dua t'ju nxis vëllezër dhe motra në Krishtin, që nëse jeni të përkushtuar ndaj Perëndis, ngrihuni për Perëndin. Unë jam shumë i shqetësuar se ka shumë njerëz në kish që nuk po mbajnë një qëndrim e nuk po ngrenë zërin. Unë nuk dëgjoj shumë predikime për ferrin, pornografin, homoseksualitetin, divorcin apo imoralitetin. Nuk dëgjoj të flitet për standarde të forta. Unë besoj se kisha është ndikuar nga bota në të cilën ne jetojmë. Por nuk duket që gjërat të funksionojnë kështu. Perëndia e ka vendosur kishën dhe i ka sjell njerëzit e tij në mbretërinë e tij me qëllim që ne të ndikojmë tek bota. Kështu duhet të funksionojnë gjërat. Por shumë shpesh mendoj se ne kemi frikë. Unë e di se disa pastorë ndonjëherë janë të friksuar edhe nga vetë njerëzit e tyre. Dhe kjo është e turpshme. Unë besoj se çdo pastor duhet të ngrihet në bashkësinë e tij dhe nëse ka një grup njerëzish që janë të bashkuar, 4 ose 5 individ, që thonë se nuk duan që ai të predikojë për parat, divorcin apo ndonjë temë tjetër, ai duhet të ngrejë zërin para tyre dhe t'u thotë: "Unë nuk jam këtu që t'ju them gjërat që ju doni të dëgjoni. Betimi im është ndaj Perëndis. Aleanca ime është me Perëndin në qiell dhe me të unë duhet të konsultoj mesazhin tim për të marrë miratimin, aprovimin e tij. Thelbi nuk është se si ndikon tek ju apo e pranoni ju atë mesazh. Thelbi është që pasi unë të kem mbaruar predikimin, të hyj në dhomën time të lutjes dhe të pyes Perëndin nëse thash atë që ai donte që njerëzit e tij të dëgjojnë." Ne kemi nevojë për pastor të guximshëm, të fortë të vendosur, dhe duke patur këtë në mendje, do doja të lexonim tani nga Eksodi kapitulli 17, duke filluar nga vargu 8. Kjo është situata. Izraelitët ishin në luftë me Amalekun, i cili ishte një armik i tmerrshëm, i jashtëzakonshëm. Dhe Mojsiu e dinte se ata duhej të luftonin kundër tij. Kështu, ai u tha të mblidhnin ushtrinë dhe të suleshin kundër Amalekut. Por diçka e çuditshme po ndodhte. Kur Mojsiu i mbante duart lart në lutje, izraelitët përparonin dhe fitonin. Kur Mojsiu ishte i lodhur dhe kur ai ulte duart, Amaleku dhe ushtarët e tij fitonin. Kështu, Mojsiu vendosi të ngrihej dhe të qëndronte. Kjo është shumë e rëndësishme. Ju mund ta imagjinoni se Mojsiu ishte personi që Amaleku dëshironte më shumë ta vriste, të parin. Nëse ata mund të arrinin tek Mojsiu dhe ta vrisnin atë, izraelitët do të mundeshin plotësisht. Dhe sigurisht, nëse Mojsiu do të ishte frikacak, ai nuk do të donte kurrë të dilte në vijën e sulmit, se ishte e rrezikshme. Mirëpo Mojsiu nuk ishte frikacak. Ai besonte tek Perëndia dhe e dinte se mbrojtja e tij ishte në duart e Zotit. Vini re se çfarë thot ai. Unë do të qëndroj përballë të gjithëve
në majë të kodrës që edhe armiku të më shoh. Do t'i mbaj duart lart në ajër që Perëndia të na bekojë dhe të na jap fitoren. Mojsiu pra nuk u fsheh. Ai nuk është një frikacak që përpiqet të fshihet. Ai dëshiron të jetë në një vend ku mund ta shohin të gjithë. Unë do doja t'u drejtohesha përsëri pastorëve. Vëllezër, në emër të Jezu Krishtit, ngrihuni dhe qëndroni. Ngrihuni dhe qëndroni kundër gjërave që Perëndia i kundërshton. Ngrini zërin kundër tyre dhe qëndroni të vendosur dhe të fortë përballë të gjithëve. Sigurisht që ju do të sulmoni, sepse bota e urren një guxim të tillë dhe do të përpiqet t'ju rrëzojë nga pozicioni ku qëndroni. Bota dëshiron që ju të bini, të rrëzoheni. Dhe Perëndia e di këtë, dhe shihni se si ai e mbron Mojsiun në këtë rast. Perëndia dërgoi 2 burra, Aaronin dhe Hurin, në majë të kodrës. Kur ata panë se Mojsiu po lodhej, morën një gur që ai të ulej mbi të dhe mbajtën lart krahët e tij. Ata e dinin se sa e rëndësishme ishte që duart e Mojsiut të ishin të ngritura drejt qiellit dhe e ndihmuan ta bënin këtë. Tani vini re se çfarë ndodh. Së pari, na thuhet se Mojsiu mbante në dorë shkopin e Perëndisë. Ky është simboli që tregon se Perëndia po përdorte fuqinë e tij në duart e Mojsiut. Nëse doni të lexoni më shumë për këtë, mund të filloni nga kapitulli 4 i Eksodit, ku do të shikoni se ka shumë shenja. Nuk na thuhet se cilat janë të gjitha këto shenja, por thjesht se ka shumë shenja që lidhen me këtë shkop. Në kapitullin 7 të Eksodit, ky shkop përmendet përsëri. Ktu ai e kthen ujë në gjak dhe ju shikoni se si Perëndia përdor një simbol të dukshëm që kur Mojsiu të godas ujin, ai të kthehet në gjak. Fuqia e Perëndisë është aktive dhe shkopi është diçka simbolike që Mojsiu po e mbante në dorë. Ky shkop përmendet edhe në kapitullin 14 të Eksodit, kur Mojsiu godet ujin dhe ujërat ndahen, që populli i Izraelit të kalojë në tokë të thatë. Mos mendoni se nuk ka kuptim të flasim se si Mojsiu u ngjit në majtë kodrës, duke mbajtur duart lart drejt qiellit. Ky shkop, ky simbol i fuqisë së Perëndisë, ishte në duart e tij për të demonstruar se Perëndia do t'u jepte fitoren izraelitëve. Kjo është arsye pse Aaroni dhe Huri u ngjitën atje për t'i mbajtur duart Mojsiut. Dhe përsëri dua t'u flas miqve të mi pastor. Ne duhet të ngrihemi dhe të qëndrojmë. Duhet të mbajmë në duar fjalën e Perëndisë, Biblën, dhe të themi, këtu qëndrojmë. Kjo është fuqia e Perëndisë së plotfuqishëm. Fjala e tij shpenguese, fjala e tij që shpëton. Kjo është fjala që ne përfaqësojmë dhe që do t'ja prezantojmë kujtdo që na dëgjon. Në momentin që ne mbajmë këtë qëndrim, armiku është mposhtur. Satani nuk mund të qëndrojë. Ai mund të tundojë, të sulmojë, të bëjë çdo gjë, por nuk mund të na mposhtë nëse qëndrojmë në fjalën e Perëndisë dhe në emrin e Jezu Krishtit shpëtimtarit ton. Nuk ka asnjë mundësi që Satani të na shkatërrojë apo të na vjedhë shpëtimin. Ju duhet ta mbani mend edhe këtë. Mojsiu në fund ndërtoi një altar, ndërtoi një monument që njerëzit të mos e harronin kurrë këtë ngjarje. Perëndia i ndihmoi dhe i çliroi ata. Kur unë kam ditë të vështira në shërbes, zakonisht marr një nga gurët e koleksionit tim, që i kam mbledhur prej 30-40 vitesh, e vendos mbi tryezë dhe e quaj Ebenezerin tim, gurin tim të ndihmës. Unë them, Perëndi, ti më ke ndihmuar deri tani. Ti më ke bekuar dhe më e gjendur pranë. Të lutem Perëndi, më ndihmo ta kuptoj dhe ta kujtoj këtë gjë, që të mos heq dorë, të mos shkurajohem dhe të mos zhgënjehem. Më ndihmo që kur të shoh këtë, të jetë njësoj sikur shoh kryqin apo Jezusin, apo gjithçka që më kujton ta kthej zemrën drejt teje dhe bekimeve të tua. Mendoj se një nga gjërat më të mrekullueshme që njerëzit mund të bëjnë për fëmijët e tyre, është t'i ndihmojnë ata të shohin se si Perëndia i ka bekuar, se si i ka ndihmuar në kohë nevoje, se si i ka çliruar dhe i ka forcuar kur kanë qenë të dobët dhe kur kanë patur probleme. Le të dëgjojnë fëmijët tuaj se si Perëndia ju ka ndihmuar dhe ju ka bekuar. Ngrihuni dhe qëndroni për Perëndinë. Të gjithë ata që kanë privilegjin të quhen bijtë të Perëndisë së gjallë, duhet të ngrenë zërin dhe t'i bëjnë të ditur botës se gjithçka që ne kemi dhe jemi është në Jezus Krishtin. Bëuni sot një dëshmi e shkëlqyer për Krishtin, që të gjithë njerëzit që keni përreth jush të mësojnë lajmin e mirë të Ungjillit
dhe të dëshirojnë të kenë një marrëdhënie të ngushtë dhe personale me Perëndin. Për të mësuar më shumë për këtë marrëdhënie apo nëse doni të mësoni më shumë për Jezusin, na shkruani në adresën tonë postare TWR Albania, kutia postare 130 Tiranë, ose në adresën e emailit twralbania@gmail.com. Këtë program mund ta dëgjoni në YouTube në kanalin TWR Albania, playlista Fjala Sot.